LSDM-ja vazhdon të insistojë se ngjarjet e dieshme që lidhen me grupin paraqesin skenare të dakorduara në regji të VMRO-DPM-s dhe BDI-s, kurse po realizohen para syve të opinionit. Gjëja vetme që pritet, sipas socialdemokratëve, është përgjigjja në pyetjen se çfarë fiton BDI-ja. Правната држава е целосно погребана. Дилот помеѓу ВМРО, ОКГ и ДУИ se realizira pred очите на целата јавност. U varos shteti juridik, gjithçka është e dakorduar, arrest shtëpiak për personin që njëherë u aratis. Për këtë shkak e larguan prokurorin publik, zgjodhën gjykatës dhe prokuror nën kontrollin e tyre. Vendimin për arrest shtëpiak e miratoi prokurori i prokurisë së Shkupit, ku para një muaj si shef u zgjodh Anel Fidanovski. Është e qartë se çfarë po ndodh. VMRO-DPM thot se e kupton revoltën e qytetarëve, siç thon pas vendimit të organeve të gjyqësorit me 2% besueshmëri. Sipas tyre, kjo pakënaqësi vjen pas agonisë 7 vjeçare të sundimit LSDM-BDI. Sa i përket hipokrizisë së LSDM-s, shihet në faktin se deri dje thonin se pushteti e lejoi të aratiset, kurse sot pohojnë se është dakorduar ndalimi i tij nga organet e ndjekjes. E vërteta është se Artani është ortak në krimet e Zaevit, Filipçes, Spasovskit dhe të gjithë së bashku do të përgjigjen. Procesi gjyqësor kundër Artanit po nis, kurse së shpejti do të fillojë edhe për partnerët e tij. Drejtësi do të ketë. Rikthimi i grupit nuk është fundi i procesit, është fillimi, thuhet në reagimin e koalicionit Vlen, duke pohuar se është fillimi i një zbërthimi që mund të çojë në demaskimin e plotë të mënyrës se si ka funksionuar BDI. Pyetja nuk është më nëse do të ketë pasoja politike, por sipas Vlen, sa të thella do të jenë ato. BDI e di shumë mirë pse e ka kapluar paniku. Frika nuk është nga drejtësia, por nga shumë gjëra që Artan Grupi di dhe nga gjithçka që ai mund të nxjerrë në dritë. Ai është dëshmitari i aferave të errta, pazareve politike e i marrëveshjeve që për vite me radhë janë bërë në dëm të qytetarëve. Arresti shtëpiak është pasojë e gatishmërisë së grupit për të përballur institucionalisht me mëkatet e tij. Thelbi është se institucionet më në fund po e hapin temën që BDI e ka varrosur prej vitesh, si është ushtruar pushteti dhe ku kanë përfunduar vendimet dhe paratë. Por nga BDI shprehin pakënaqësi nga sjellja e partive të ndryshme politike, të cilët përmes paraqitjeve publike kanë politizuar skajshmërisht rastin me Artan Grupin. Integristët përmes komunikatës gishtin e drejtojnë tek partitë që janë pjesë e qeverisë, që sipas tyre paraqet implikim të drejtë për drejtë të pushtetit ekzekutiv në atë gjyqësor. I bëjmë thirrje gjykatës, prokurorisë dhe organeve kompetente që të mos bien pre presioneve politike dhe të veprojnë ekskluzivisht në bazë të ligjit dhe dëshmive. Pavarësia e gjyqësorit është themeli i sundimit të së drejtës dhe obligim kushtetues, e jo çështje interpretimi nga ana e opinionit, aq më pak të partive politike. Presim që procesi të zhvillohet me respektimin e plotë të prezumimit të papajësisë, të drejtave procesuese dhe dinjitetit të çdo personi të implikuar në procedurë. Grupi dyshohet për abuzim të detyrës zyrtare në rastin e njohur si lotaria shtetërore. Në këtë rast përfshihet edhe Përparim Bajrami, i cili po ashtu përmendet në akt akuzë si i dyshuar. Prokurorët dyshojnë se ata kanë përvetësuar rreth 8 milion euro përmes prokurimit të pajisjeve të terminaleve të lotarisë elektronike, VLT.